Energy Financing Team është një kompani e cila bën tregtimin e energjisë elektrike, bartjen e energjisë elektrike në kuadër të shkëmbimeve të ndryshme apo shitblerjeve të cilat ndodhin në Ballkanin Perëndimor. Është një prej kompanive e cila përfiton në Kosovë në bazë të disa statistikave dhe analizave që kemi pas, mbi 70 ankande në muaj i merr kompania e Vukamovicit, pra është prezente, është agresive në treg, është manipuluese, abuzuese, ka marrë linjën e transmisionit të interkoneksionit me Shqipërinë, ka blloku dhe tani e gjithë energjia elektrike shkëmbehet nëpërmjet malit zi dhe Maqedonisë së Veriut. Pra, gjithçka që ka pas në mundësi dhe në autoritet me bë për me ngrit kostën e bartjes dhe të shitblerjes së energjisë elektrike ka bë Vukamovici. Kur e përmane transmisionin me Shqipërinë, po. A i bie kjo që Vukamovici momentalisht e kontrollon bursën e përbashkët që quhet Alpex. Pra, a e kontrollon bursën e krijuar nga qeveria e Kosovës dhe qeveria e Shqipërisë. Alpexi është kriju me idenë e shkëmbimit të energjisë elektrike mes dy vendeve, gjithmonë duke vendosur interesin e qytetarëve në qendër për me reduktu kostën dhe me pas shkëmbim më të lirë të energjisë elektrike. Çka ka ndodhur? Vukamovici e ka ble komplet, e ka blloku do të thotë. Pra në Alpex sot ti nuk gjen as tregtar tjerë të energjisë elektrike. Nuk konkuron kërkush në ankandet të cilat zhvillohen në Alpex. Për shkak se ky e ka monopolizu, e ka ndalë për vete dhe nuk ndodh kurfar bartje apo shitblerje apo shkëmbimi i energjisë elektrike me Shqipërinë. Pra i gjitha investim, të cilin e ka pagu Republika e Kosovës me KfW që ka qenë pjesë dhe grante e financim, është në duart e Vukamovicit. Dhe nuk shfrytëzohet për të mirën tonë, pra shfrytëzohet për të keqen tonë, për me monopolizu tregun energjetik, me majt kostën e lartë, çmimin e energjisë të lartë dhe rrjedhimisht me u përballë secilin qytetar me faktura të larta të energjisë elektrike. A din çka ndodh sot? Keci dhe Kesko janë 90 milion euro minus, të cilat duhet me i marrë tash dika. Çka ka më ndodhur? Kishin dërgu letër. Kanë dërgu letër te Ministria e Ekonomisë. Thonë 90 milion i kemi mangu. 90 milion janë mangu. 90 milion duhet me i marrë ata disi sepse kanë importu energji elektrike më shumë se sa që i kanë leju tyrat maksimale të lejuara që i aprovon zyra regulatorit të energjisë. Që i bie se këta do ta shtrejtojnë rrymën. Po dy mundësi i ke, ose ke me shtrejtu rrymën, ose ke me obligu si qeveri me subvencionu që të 90 milionshin. Visar. E kjo është, çka ka ndodhur, më fal Visar, veç edhe 30 sekonda. I krejt këto zhvillime që kanë ndodhur, e kanë një bazë atje që asnjë megawatt i energjisë nuk është ndërtu për me u prodhu në Kosovë.